I came on a summer day, so a very happy summer day. I didn't know this holiday before, and I didn't know your city, of course. Unë në fakt është hera e parë vërtet që vi, nuk e njihaj qytetin tuaj, por është kënaqësi që kam ardhur në Elbasan ditën e verës, në këtë ditë kaq të bekuar për qytetin tuaj. I visited your city because I wanted to see the projects the European Union is financing. So we have seen a social project when women are waving carpets. Then we have seen another group of women who have been victims of violence, and they are in the special program. And of course, a highlight has been a super school where we have seen, the exchange between Albania and Serbian school. Dhe ka qenë kënaqësi e veçantë për mua, jo vetëm sepse është dita e verës, por edhe për faktin se kam pasur mundësinë që të shkoj në disa projekte shumë të rëndësishme të cilat financohen nga Bashkimi Evropian. Pikë së pari, ne patëm mundësinë që të takoheshim tek punishtja me ato gra të cilat bëjnë qilima të mrekullueshëm. Biseduam me ta për të shkuarën e tyre dhe pastaj vajtëm edhe në një projekt tjetër që financohet me fondet tona dhe është një projekt i cili ndihmon gratë e dhunuara. Ishte në fakt e vështirë, por edhe inkurajuese që të bisedonim me to. Ndërkohë që sigurisht gjëja më e bukur ishte që shkuam tek super shkolla Daskal Totri dhe patëm mundësinë që të bisedonim me nxënësit e asaj shkolle që ishin të mrekullueshëm. Will these projects continue in the future, Madam Commissioner? We will try to find as much as possible money for those projects, especially, every project is something special, but to my heart is the project about the young generation. Në fakt ne do të përpiqemi patjetër që këto fondet vijojnë në mënyrë që dhe projektet të vazhdojnë punën, sepse secili prej këtyre projekteve bën një punë të mrekullueshme në fushën e vet. Megjithatë, ai që kam edhe më fort për zemër është ai që ka të bëjë me rinin, me brezat e ardhshëm. Do we deserve to become a member of the EU very soon? Albania, you mean? Shqipëria besoj e keni fjalën. Yes. Yesterday I met the representatives of your government and parliament. Albania is really doing an excellent job, so there is a lot to do, a lot of reforms, but if everything goes in the right way, and I'm sure it will, we could finish negotiations at the end of 27. Në fakt, unë dje pata mundësinë dhe kënaqësinë që të takohesha me aktorë të ndryshëm, sigurisht me qeverinë, por edhe me aktorë të tjerë të shoqërisë, dhe mund të them që Shqipëria ka ecur në mënyrë të mrekullueshme. Natyrisht që ka ende shumë punë për të bërë, ka reforma të tjera për të bërë, por në rast se i gjithë ritmi është ai që ka qenë deri tani, atëherë patjetër që do të përfundohet gjithçka në 2027 në mënyrë që të ecë përpara sa më shpejt që të jetë e mundshme. Thank you very much.